Përshëndetje të dashur miq. Sot dua të ndaj me ju shenja që ju po përjetoni një zgjim shpirtëror. A i keni ndjerë ndonjëherë veten sikur asgjë rreth jush nuk ka më kuptim dhe nuk po ju bën më të lumtur, çdo gjë duket e zymt, sikur ju nuk po gjeni përmbushje çfarëdo që të provoni dhe sikur çdo gjë që ju tentoni të provoni për të bërë nuk do të eci. Duket paksa e çuditshme, por unë kam qenë në të njëjtën situatë dhe më besoni kur ju them se ka qenë vërtet shumë situatë zymt e jetës time. Dhe është pikërisht në momentin më të errët kur ju zbuloni dritën. Unë jam Vera, jam një shëruese dhe udhëheqëse shpirtërore dhe sot doja të ndaja me ju këtë temë kaq delikate me qëllim që të gjithë ju që e ndjeni se kjo temë është për ju dhe të gjithë ju që e ndjeni se vërtet po përjetoni një zgjim shpirtëror, t'ju ndihmoj paksa në rrugtimin tuaj për të mos u ndjerë të humbur. Si fillim një herë, çfarë është një zgjim shpirtëror? Një zgjim shpirtëror është, ashtu siç përmendëm edhe pak më parë, një moment kur papritur në mes të errësirës, dhe duhet jetë shumë errësirë, që ju të zbuloni pakës dritë dhe të kapeni pasaj, dhe ta ndiqni atë për të parë se ku ju çon. Dhe ky është fillimi i një rrugtimi, pra vetëm ky hap kaq i vogël është fillimi i një rrugtimi shumë të mrekullueshëm shpirtëror, ku ju do të zbuloni më shumë rreth vetes, rreth të tjerëve, do të zbuloni të vërtetat të pathëna, do të shikoni më qartë dhe gjithë iluzioni dhe errësira papritur do të zhshuhen dhe do të zhduken, duke i lënë vendin qartësisë, pastërtisë. Është, si të themi, si dielli pas një momenti me re apo me shi, dhe dielli shkëlqen më qartë apo jo? Dielli është më i pastër dhe duket sikur vjen më drejt tek ne. E njëjta gjë është edhe kjo, pra ju do të shikoni më qartë dhe papritur gjithçka do të marrë kuptim, hap pas hapi. Dhe duhet të përmendim që ka dy zgjime, dy lloje të mëdha ose grupime të mëdha zgjime shpirtërore, që është i pari spontanisht dhe i menjëhershëm, pra që papritur ju zbuloni ose gjithçka drejt jush është sikur një perde ngrihet dhe çdo gjë doli në dritë. Dhe ju pak nga pak duhet të zbuloni secilën apo të tresni në thonjza secilën nga këto eksperienca apo nga këto të vërteta. Dhe kjo mund të jetë paksa mbi ngarkuese, do thoya, sepse është e menjëhershme. Dhe e dyta që më pëlqen më shumë dhe që unë isha pjesë e saj, është zgjimi gradualisht, pra gradual, dhe hap pas hapi ti heq një shtresë tënde, një perde tënde dhe zbulon pak më shumë. Pastaj pak më vonë zbulon pak më shumë. Dhe kjo nuk e bën të mbiengarkoheni, por gradualisht ju zbuloni pak më shumë dhe jeni gati për atë që po zbuloni. Jeni gati ta tresni, jeni gati ta asimiloni dhe ta kuptoni këtë informacion. Mendojeni kështu si shembulli i një fëmije. Nuk mund t'i japim dot një fëmije mish apo nuk e di, ushqim të rënd, ëmbëlsirë që në momentet e para të jetës apo jo. Ai do të pinjë shumë shënë nënës dhe gradualisht të kalojë tek ushqimet të tjera. Pse ndodh kjo? Sepse nuk mund ta tërhes dot dhe do të ishte shumë mbi ngarkesë për të. Duke kaluar tek shenjat, më specifikisht, që ju po përjetoni një zgjim shpirtëror, me qëllim që ju të jeni edhe më të qartë dhe ndoshta situata të përputhen me secilin prej jush, sepse të gjithë ne kemi historitë unike, të gjithë ne kemi jetë tona unike dhe çdo situatë është pa çka se mund të ketë një temë të përgjithshme, është specifike në llojin e vet. Duke filluar me ndjesinë e të qenurit i e humbur në jetë, dhe nuk dini se ku të shkoni, nuk dini se çfarë të bëni, dhe e ndjeni një thirrje brenda vetes tuaj, apo një energji shumë të madhe të akumuluar brenda vetes që dëshiron të dalë për ju, dëshiron të punohet për diçka, qoftë biznes, art, në një punë specifike, të udhtoj, çfarë lloj gjëje që ajo dëshiron të bëj, por ju nuk po e dëgjoni tot. Dhe është kaq e mbuluar me disa shtresa, si ngjitës mund ta mendoni, kjo po më vjen ndërmend, sikur është e ngjitur dhe izoluar brenda jush, saqë nuk mund ta dëgjoni, por thjesht e ndjeni se është aty. Dhe e ndjeni se kjo që po bëni nuk është rruga e dur, dhe e ndjeni se dukeni sikur keni ngecur në vend. Kjo është një ndër shenjat më të zakonshme, do thoya, që ndoshta shumica e përjetojnë. Dhe nga ana tjetër, ajo që dhe unë vetë kam përjetuar, ka qenë që më dukej sikur brenda meje diçka më thoshte të bëja diçka, po unë kisha potencialin për të kryer shumë gjëra, shumë energji,
Por trupi im nuk përgjigjej dhe duke sikur nuk ishin të lidhura me njëra tjetrën, por ishin shumë larg njëra tjetrës. Trupi donte të bënte në kokën e vet disa gjëra të tjera dhe shpirti disa gjëra të tjera. Dhe kjo ishte shumë larg saqë mua më dukej sikur nuk po më përgjigjej trupi në mënyrën që unë doja. Nuk po komunikonim siç duhet dhe kjo për mua shkaktoi një ndjesi sikur unë thjesht ngeca dhe është ai momenti i konfliktit që thjesht nuk dihet çfarë të bëj. Shenjat të tjera janë ëndrat, siç e përmendëm, pra ëndrat të cilat janë të gjalla, vërtet shumë të gjalla. Jo thjesht ëndra të zakonshme, ëndra që ju e dini se ka një kuptim dhe një mesazh për ju. Ëndra që ju e ndjeni se janë specifikisht drejtuar për ju për një mesazh specifik. Ëndra që ju udhëzojnë drejt për së drejti ndoshta që kjo është ajo që ti duhet të bësh. Edhe kjo mund të jetë. Ëndra në të cilat ju dëgjoni diçka, qoftë një mesazh ose thjesht zgjoni duke patur një mesazh në mendje, të quhen ëndra profetike. Dhe këto ëndra përsëriten në mënyrë të shpeshtë. Në momentin kur unë pa tazimin tim shpirtëror, ëndrat ishin të para të cilat më zgjuan. Dhe gjam bukur ëndrat më zgjuan. Ëndrat filluan të bëheshin shumë të gjalla, me mesazhe, plot kuptim dhe unë arrita të shija ato çdo ditë. Pra më përpara unë kisha një shkëputje nga pjesa e ëndrave, kreativitetit, çdo gjë e bukur që kishte të bënte me artin, muzikën, ishte ajo pjesa e zymtësisë. Papritur, ëndrat filluan të bëheshin gjëja më interesante e jetës time. Dhe unë fillova që t'i shkruaj ato në një blog, gjë që këshilloj dhe ju ta bëni nëse i mbani mend ëndrat tuaja dhe nëse dëshironi t'i mbani mend, të jeni të vendosur që ta dini që po, nesër do t'i mbaj mend ëndrat e mia. Ose thjesht të pyesni për një mesazh që të paraqitet në ëndrrën tuaj dhe të nesërmen ju këshilloj ta mbani shënim në një blog tuaj që të jetë specifikisht vetëm për ëndrat, sepse kjo dërgon një mesazh shumë të fortë i cili thotë: "Hey, unë dua ta bëj këtë gjë. Unë jam gati ta bëj këtë, jam e interesuar për këtë gjëje." Dhe patjetër që po, ai që e ofron, nga ana tjetër do të jap mesazhin në këtë lloj forme. Përse jo? Duke qenë se ju jeni gati dhe dëshironi ta bëni. Duket si një formë respekti në fakt që ju po respektoni nga njëra anë. Dhe në këtë lloj forme ju do të mbani mend edhe më shumë ëndra, më shumë mesazhe, më shumë shenja. Nga ana tjetër, numrat filluan të paraqiteshin zhurmshëm do thoja, në një kuptim që nuk mund t'i injoroja dot. Paraqiteshin kudo. Shikoja numra që përsëriteshin në telefon, në televizor, në kur ecja rrugës, në shumë vende nga më të çuditshme dhe përgjithsisht të njëjtat numra, me qëllim që të jetë kaq e qartë që shiko se ky është një mesazh për ty. Dhe përgjithsisht numrat janë mesazhe nga ëngjëjt tuaj. Ne të gjithë vim këtu me ëngjëjt tanë mbrojtës, që mund të jetë një apo disa ëngjëj mbrojtës kryesor, në varësi të qëllimit përse ne vim këtu. Por, në varësi të jetës tonë dinamike ose jo, ne ëngjëllin mbrojtës e kemi gjithmonë me vete, por ëngjëjt të tjerë vinë dhe dëshirojnë të na ndihmojnë ne me këtë lloj faze specifike, në këtë lloj faze specifike, me këtë lloj problemi specifik, apo në këtë lloj rrugtim që kemi nisur. Pra, në varësi të zgjedhjeve që ne bëjmë dhe të ndryshimeve në jetën tonë, edhe ëngjëjt përshtaten dhe përputhen në lidhje me këtë, duke dashur gjithmonë të na ndihmojnë. Por, ëngjëjt mund të na ndihmojnë vetëm nëse ne i lejojmë. Dhe vetëm nëse ne jemi të hapur mjaftueshëm që ta pranojmë këtë lloj ndihme. Nuk mund të ndihmojnë dot pa dashur ti, sado që mund të duan vërtet shumë. Është një rregull që duhet respektuar. Kështu që thjesht mjafton që ta deklaroni se unë i lejoj ëngjëjt e mi, mbrojtës të më drejtojnë, të më udhëzojnë, të më mbrojnë në çdo ditë. Dhe ata do të jenë më së të lumtur ta bëjnë këtë, më besoni. Unë në fillim kisha shumë vështirësi në lidhje me pjesën e të kërkuarit të ndihmës, qoftë edhe nga ëngjëjt e mi, që ata janë destinuar për këtë punë. Por, me kalimin e kohës kuptova se në jetë çdo gjë është një kooperim, është një bashkëpunim dhe nuk mund të bësh gjëra të mëdha vetëm. Kështu që ndihma është më se e nevojshme, sidomos kur ju keni nevojë, nuk është se po i bëni dëm, nuk është se po i merrni pa i dhënë, ju po i ofroni respekt, lumturi dhe ju të jeni të lumtur. Për ta është kthimi më i bukur. Kjo është ajo që ata dëshirojnë dhe kjo është ajo pse ata vinë për të ndihmuar. Kështu që mendojeni në këtë lloj forme nëse keni vështirësi për të kërkuar ndihmë. Nëse nuk keni, shumë bukur, thjesht mjafton të jeni të hapur, ti falenderoni, ti shprehni mirënjohjen tuaj, kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ata do të jenë shumë të lumtur të ndihmojnë. Mjafton që ta thrisni edhe në emër dhe do të ishin edhe më të lumtur.
është tamam një formë respekti, mendojni si për një njeri, nëse ju e thrisni në emër e falenderoni, ai do të jetë shumë herë më i lumtur t'ju ndihmojë dhe të jetë pranë jush. Duhet përmendur që numrat janë ose të përsëritshëm, pra 777, 222, 333, që janë shumë herë më të thjeshtë për t'u dalluar, por mund të jenë edhe numra pasqyrë, që quhen ndryshe 717, 121, numra të tillë, dhe secili ka kuptimet e veta specifike. Mund të jenë numra progresiv 123 apo regresiv 432, mund të jenë edhe numra më të gjatë 4444 e kështu me radhë, dhe secili numër ka një kuptim specifik. Dhe mund të ndodhë që të shikoni pasi kaloni këto faza specifike, sepse çdo etap ka fazat e veta. Mund të filloni të shikoni numra më pas 936, 428 dhe të tilla si këto. Në këtë rast bëhet kombinimi i secilit numër, i kuptimit të secilit numër, dhe bëhet një kuptim i përbashkët, pra shifen specifikisht secili numër për kuptimin e vet, dhe më pas një temë e përbashkët e të treve, sepse jo më kot janë kombinuar së bashku. Kurse në rastin e numrave të thjeshtë, 777 për shembull është thjesht kuptimi i shtatës, por i amplifikuar. Dhe sa më shumë shtata, aq më shumë amplifikohet energjia. Për këto ju lehtësisht mund të kërkoni në internet për kuptimin e secilit prej tyre, ose mund të më kërkoni dhe mua, mund të bëjnë një video sqaruese për secilin sipas perceptimit tim, sepse ajo që unë kam kuptuar është se në fillim isha shumë e fiksuar të shikoja për kuptimin e tyre dhe të fiksohesha te diçka që dikush tjetër ka thënë. Nuk po them se është e gabuar, sepse fundja ai personi tjetër ka dhënë një mesazh që ën qëllim donte që unë ta dëgjoja. Por me kalimin e kohës zbulova se unë vetë mund ta gjej këtë mesazh brenda vetes time, dhe madje më lehtë, përse duhet të bëhet gjithë kjo rrugë gjatë që unë ta lexoj diku tjetër, dhe ndoshta ta kesh interpretoj, sepse varet se si e ka përkthyer individi mesazhin që ën qëllim donte të mirë te mua apo juve. Dhe kuptova që drejt për së drejti ën qëllim mund të ma thot mua mesazhin sapo unë e shoh numrin, apo edhe drejt për së drejti menjëherë. Por kjo është duke kaluar në faza të ndryshme të rrugtimit, pra nuk po them që ta nxitoni, është një rrugtimi më i bukur që mund të përjetoni, kështu që nëse është gradual, shijojeni rrugtimin. Është si një rrugtim me makinë, me tren, diçka që juve ju pëlqen, qoftë edhe në këmbë, në natyrë, dhe shijoni çdo hap të tij, sepse vërtet momentet e para nuk ju kthehen më. Dhe është shumë bukur kur ju nga ai moment tani për shkak që shikoni veten tuaj, ju pëlqen vërtet shumë ajo që keni përjetuar fiks në momentin dhe në kohën e duhur. Edhe tani ju jeni fiks në kohën dhe në momentin e duhur. Për ta filluar, për ta vazhduar, kudo që ju ndodheni në rrugtimin tuaj. Patjetër që vlen për të përmendur dhe intuita që juve ju zgjohet dhe bëhet edhe më e fortë sa më shumë ju ta dëgjoni. Intuita është zëri i brendshëm që ju dëgjoni dhe mund të duket si zëri juaj në fillim, por vazhdoni të dëgjojeni sepse me kalimin e kohës do të bëni diferencimin ndër zëri juaj, i ëngjëve tuaj, i guidave tuaja, i njerëzve të dashur e të tjerë e të tjerë. Por si fillim do të duket thjesht zëri juaj. Dhe është thjesht një zë aq i fortë që mund t'ju drejtojë diku, apo drejt sendeve specifike, drejt objekteve specifike, personave specifik, videove specifike që t'ju zgjojnë diçka brenda jush. Dhe për shembull, në rastin e numrave mund t'ju drejtojë ju kur shikoni një numër që kërkoje kuptimin e këtij numri. Dhe ju e bëni, dhe ky është dëgjimi që ju i bëni intuitës. Dhe sa më shumë ta bëni këtë, ajo do ndihet më e lumtur t'ju ndihmojë dhe të forcohet edhe më shumë kjo lidhje besimi midis jush. Nga ana tjetër, mund të përmendim edhe kafshët, pra përveç numrave edhe kafshët, vlen për të përmendur. Kafshë ju mund të shikoni në përditshmërinë tuaj, disa kafshë që paraqiten aq shpesh sa që ju nuk mund ta injoroni dot faktin që hey, ky zogu për shembull ka një mesazh për mua, kjo merimanga ka një mesazh për mua, shqiponja ka një mesazh për mua, luani, sepse mund të paraqiten jo vetëm në realitetin tuaj, në ëndra, në feed, për shembull, në kontentin që ju shikoni çdo ditë, në televizor, si foto, si piktura, kudo, domethënë aq shumë sa që ju do të thoni, hey, vërtet kjo po bëhet e çuditshme, po paraqitet kaq shpesh sa që duhet ta kërkoj kuptimin e saj. Dhe ky përsëri është një dëgjim i intuitës. Kur e kërkoni kuptimin, kjo lloj kafshë specifike është dërguar nga guidat tuaja me një qëllim specifik, që juve t'ju bëj ta kërkoni së pari kuptimin dhe ndoshta të merrni, të huazoni apo thjesht të imitoni apo të gjeni brenda jush, sepse përderisa po e shihni, brenda jush ndodhet kjo lloj force dhe kjo lloj cilësie që kjo kafshë specifike ka për ju.
Për shembull, nëse shikoni shpesh herë pëllumba të bardhë dhe kudo, kjo është shenjë e paqes. Gjeni paqen brenda jush. Fokusohu te kjo paqe brenda. Ose bëj paqe me diçka, me një situatë specifike, me një person specifik në jetën tënde. Apo nëse shikoni shpesh herë qartëri. Mos u friksoni, e di që mund të jetë e frikshme në fillim, por unë shpesh herë i kam parë në ëndrat e mia, kam parë realisht. Kam parë në për shumë foto të ndryshme dhe më besoni kur ju them se është një ndër shenjat më të fuqishme që ju po kaloni një transformim në jetën tuaj. Dhe duhet nderuar si shenjë. Dhe qartëri duhet nderuar, jo në kuptimin që duhet nderuar vërtet dhe të shkoni ta nderoni, sepse është thjesht simbolika dhe energjia pas dhe mesazhi që ofron. Ju e dini të gjithë, besoj që Gjarpri ndron lëkurën e tij për të patur një lëkurë të re. Dhe ky është në vetvete një proces transformimi. Por, duke folur për transformimi, më erdhi ndërmend edhe flutura, patjetër që po është një shenjë e fuqishme transformimi, duke qenë se edhe flutura kalon në atë procesin e vet metamorfozës, duke qenë në atë strofkullën e vet që transformohet nga një larvë dhe bëhet një flutur e bukur për të fluturuar, dhe gjithë ky proces i zgjimit që ne po flasim është pikërisht procesi kur flutura ndodhet në atë kukunin e vet ose në atë strofkullën e vet. Dhe në momentin që ju jeni gati, më pas mund të fluturoni. Mund të ketë shenja të ndryshme, kafshë nga më të ndryshme të bufat. Personalisht më pëlqen shumë bufi dhe e kam patur si shenjë shumë në shumë raste. Madje edhe në realitetin tim, që është shumë e rrallë këtu tek ne që të shikosh një buf, unë e kam parë në realitet. Dhe kjo është një shenjë shumë e madhe, pra në momentin që një lloj kafshë specifike është shumë e rrallë për të gjendur në zonën ku ju jetoni, është si të thuash të paraqitet tigri këtu tek unë, duke qenë se nuk ndodhet. Kjo është një shenjë shumë e fuqishme posaçërisht për ju, që është dërguar nga gujtat tuaja dhe këtu ju nuk mund të keni fjen e dyshimit, më besoni për këtë. Diçka tjetër që doja të përmendja është edhe udhëzimi që më pata drejt kristaleve. Jo të gjithë do ta kenë, sigurisht, jo të gjithë janë të lidhur drejt kristaleve. Unë kam bërë video sqaruese duke qenë se janë vërtet shumë ndihmues në rrugtimin tuaj apo për bllokime emocionale, por ndoshta nuk funksionon për të gjithë. E di këtë gjë, këtë fakt, që nuk mund të funksionojë për gjithë, ndoshta edhe jo njësoj. Por nëse ju vërtet ndjeni të udhëzuar, do thotë është një shenjë për ju që duhet të punoni me kristalin specifik. Dhe unë kam patur thirrje të ndryshme në kohë të ndryshme sipas rrugtimit për të punuar me kristalin specifik. Dhe unë i quaj miqtë e mi më të mirë apo gujtat e mia për atë lloj periudhe specifike. Dhe jo vetëm aq, më vazhdon ndihma e tyre edhe më pas. Por në atë lloj periudhe specifike, puna më e madhe bëhet në lidhje me këto kristale specifike ku ju udhëzoheni. Vërtet i quaj miqtë e mi më të mirë, më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, kanë qenë aty për mua në momente kur askush tjetër nuk ka qenë dhe më kanë ndihmuar me bllokime energjetike për të sqaruar, më kanë ndihmuar me lidhjen me intuitën për ta forcuar, me lidhje me gujtat e mia përsëri për të dëgjuar më qartë dhe shumë si këto. Kështu që nëse jeni të udhëzuar të kristaleve, është hapi juaj i radhës për ta bërë në rrugtimin tuaj. Shenjë tjetër do të përmendja që në fakt duhet përmendur që në fillim, por nuk ka ndonjë problem, tani më erdhi ndërmend. Shkëputjen tuaj nga çdo gjë që ju pëlqente të bënit më parë. Për shembull, ju pëlqente të shkonit në vende specifike, nuk shkoni dot më, sepse diçka brenda jush ka ndryshuar dhe duhet të ndryshojë. Dhe më besoni që me kalimin e kohës, jo vetëm që ju do transformoheni si ajo flutura, por në fund fare vërtet nuk do të jeni një njëjti person me atë që keni qenë në radhë të parë, nuk do t'ju pëlqejnë të njëjtat gjëra, nuk do shoqëroheni me të njëjtit njerëz, nuk do jetoni në të njëjtin vend, nuk do bëni të njëjtat gjëra dhe pasioni juaj do të jetë diçka tjetër ose profesioni juaj mund të ndryshojë drastikisht shumë. Pra gjatë këtij rrugtimi, që për mua në fakt zgjati 2 vite, për ju mund të jetë spontan dhe më pas gradualisht duke u munduar të kuptoni se cilën pjesë të panoramës që u paraqit përpara jush, mund të jetë edhe më i gjatë, mund të jetë edhe më i shkurtër, gjithsecili ka hapa të ndryshëm apo jo, gjithsecili ecën me kohë të ndryshme, koha është iluzion, ne e krijojmë kohën, kështu që gjithsecili ka kohën e vet. Mos u fiksoni pas disa kufizimeve, duhet jetë patjetër kaq. Jo, më besoni, e kam provuar dhe unë dhe nuk ja vlen të fiksoni në disa kufizime që ndoshta nuk janë të durat për ju. Lëreni veten të lirë dhe gjithçka që ju jeni është e thënë që ju të bëni.
apo është e thënë që ju të jeni, do të bëhet vetvetiu. Por vetëm nëse ju e lini veten të lirë, dhe vetëm nëse ju jeni të hapur ndaj kësaj ndime të mrekullueshme që guida tuaj shpirtërore, ëngjëjt tuaj, universi, kudo që ju besoni, unë në fakt mund të themi dhe këtë që parazimi tim besoja shumë në Zot dhe lutesha çdo ditë, por lutja nga një drejtim më bënte të ndihesha keq disi, sepse e keni parasysh kur ju luteni që të lutem më bëj këtë ose nuk kam këtë, do doja ta kisha këtë. Kjo krijon shumë mungesë. Vetë fjalët të krijojnë të ndihesh një ndjesi që unë nuk e kam të gjën. Dhe kjo nuk është një gjë e mirë, sepse universi funksionon në frekuencë dhe i përgjigjet frekuencës suaj. Dhe ajo çfarë ju emetoni, pra kjo lloj frekuence mungese, do të kthehet mbrapsht, pra ju nuk do ta keni. Por në momentin që ju emetoni një frekuencë mirënjohje, edhe nëse nuk e keni atë që ju doni, dhe filloni të thoni jam shumë mirënjohëse për këtë gjë që doni ta keni, por mos e thoni që dua ta kem. Jam shumë mirënjohëse për këtë gjë që kam. Bëjeni të ditur që e keni. Dhe gradualisht çdo ditë ju do ta besoni që e keni. Dhe universi nuk do të bëj, nuk ka se çfarë bën, po thjesht se t'ju përgjigjet kësaj thirrje, kësaj frekuence tuaj, dhe të si një pasqyrë, pra që kemi folur në realiteti është një pasqyrë, si një pasqyrë të reflektoj atë që ju dëshironi dhe atë që ju jeni. Nëse thoni jam shumë mirënjohëse që jam e shëndetshme për shembull, që kam gjithmonë aq sa më nevojitet kur më nevojitet. Kjo do reflektohet mbrapsht, ose kjo do t'ju vijë nga universi. Kështu që është shumë e fuqishme dhe kalova pasimi tim nga besimi në Zot, e di që mjafton të besosh diku, nuk ka rëndësi se çfarë, por kalova tek diçka edhe më shumë, kuptova që ka më shumë pas asaj që unë mendoja se kishte. Besoj tani më në univers, në ëngjëj, në guida shpirtërore, e di që janë të gjitha aty për të ndihmuar, janë të gjitha aty për të mirën e të gjithëve dhe nëse ne i të ndihmojnë, janë më së të lumtur ta bëjnë. Kjo pra është, zim për mua do të thotë që ju të shikoni atë dritën si një llampë e vogël që ndizet në mesin e një errësire gjigante dhe thjesht të kapeni pasaj. Apo të kapeni pas gjës më të bukur që po ndodh. Kështu siç edhe unë bëra, u kapa pas gjërave më të bukura dhe më interesante dhe më të magjishme që po ndodhin në moment në jetën time. Dhe gradualisht isha një këmbë këtej, pra një këmbë në errësirë, një këmbë në dritë, por gradualisht kalova kompletësisht në dritë. Dhe duke e lënë pas këtë lloj errësire, ndihesh edhe më e lehtësuar, më e lumtur, më në paqe. Pra ishte gjithçka që biles më shumë nga sa unë mund të kisha menduar, imagjinuar. Dhe ato gjërat që unë kam provuar dikur, kanë qenë një eksperiencë shumë e bukur, mësime shumë të bukura për mua, por nuk kishin rruga e duhur. Dhe ndoshta secila pas çdo jo dështimi, por mund të them ngecje, ishte një thirrje ose ishte një mundësi për mua, a do t'i përgjigjesha përsëri kësaj thirrje apo do vazhdoja përsëri. Dhe unë vazhdoja përsëri. Dhe përsëri ndodhte kjo ngecja, sepse rasti të jepet kur është e thënë që ty do të ndodh diçka, ty do të jepet rasti vazhdimisht. Por mos e merrni të mirëqen këtë dhe të thoni s'ka problem se do të jepet përsëri. Jo, në fakt duhet ta vlerësoni. Kjo po ndodh vetëm për t'ju ndihmuar ju. Që ndoshta nuk e ka parë herën e parë të shenjë, po ndoshta e shikon tani. Dhe ndonjëherë duhet të bëhet aq i lartë ai zëri që ju ta dëgjoni dhe aq e fortë ajo shenja që ju ta shikoni, saqë nuk keni se si ta injoroni më. Dhe kaq është ndryshimi. Ky është hapi i parë që duhet bëni dhe kaq duhet bëni në ato momente. Thjesht nihni këtë shenjë. Mos mendoni ku do t'ju çojë, mos mendoni sa rrugë keni për të bërë, mos mendoni çfarë po lini. Qëndroni në të tashmen dhe thjesht bëni këtë lloj hapi të vogël që do t'ju ndihmojë dhe t'ju hap përpara jush një derë shumë të madhe dhe një botë shumë të bukur për t'u eksploruar. Jam shumë e entuziazmuar për këtë rrugtim, nëse ju vërtet arritët deri në këtë fazë të videos, nëse ju vërtet keni dëgjuar thirrjen tuaj dhe jeni në këtë lloj rrugtimi, jeni në fillim, tani do ndërmerrni këtë lloj rrugtimi, këtë lloj hapi, apo jeni në mes, kudo që ju jeni, jam shumë entuziazmuar për ju, është një ndër rrugtimet më të bukura që unë mund të ndërmerrni. Jam shumë e lumtur dhe do të isha shumë e lumtur t'ju ndihmoja me çdo lloj paqartësie, pyetje, çfarëdo gjë që ju të keni dhe dëshironi qartësi. Ju në fakt shumë thjesht mund të pyesni guidat tuaja, mund të pyesni intuitën, të uleni në qetësi, në meditim dhe thjesht të pyesni, por edhe unë jam këtu nëse ju doni një ekstra konfirmim. Nëse dëshironi që guidat tuaja t'ua konfirmojnë nëpërmjet meje. Kjo është ajo që mund të them.
Faleminderit që më dëgjuat deri më tani, faleminderit që dëgjuat këtë video që në fakt nuk është për të gjithë, është për një audiencë specifike dhe do doja shumë që të respektoj si e tillë. Faleminderit për kohën tuaj, ju dërgoj shumë dashuri, dritë, paqe në rrugën tuaj dhe në këtë rrugtim të bukur. Pafshim!